أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Falënderojmë Allahun te bareke ve teala dhe bim salat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët shkojnë në rrugës së tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj lutem Allahun e madhrum na shtoj dijen, na mësoj atë që nuk e dim dhe ta bëj për atyre që punojnë me atë që ka mësuar Allahu te bareke ve teala. Siç e lutem Allahun azza wa jall për xhenet dhe për çdo punë të mirë të xhenetit dhe lutem Allahun me na ruaj prej xhenemit dhe për çdo punë e cila të shpirët të çon në xhenem. Pastaj të nderuar vëllezër, kemi filluar me shenjat e kiametit të mëdha, pasi që kemi përfunduar të voglat. Na nuk i kemi cekur krejt, por kemi përfunduar e fjala nuk merr me to. Dhe kemi thënë se për shenjave të mëdha sa të ka cekur pejgamberi alayhi salatu wassalam, në hadith janë 10. Dësa për tyri ka cekë Allahu edhe në Koran. Shumicën e tyri ka cekë pejgamberi në hadith alayhi salatu wassalam. Dhe para këtyre shenjave kemi thënë se paraprin Mehdiu alayhi salam pas shpëtimit të Zotit qoftë mbi të. Ai Rabbi devotshëm i Allahut dhe i sinqert, i cili ka emrin e pejgamberit dhe emrin e babës tina, emri i babës pejgamberit, pra Ahmed ose Muhammed i biri i Abdullahut. Dhe pa dëshirën e tina, pa kërkesën e tina, muslimanët e bojnë prest, kalife, sundus, sultan, mret, thuj si të dush. Dhe i udhëheq muslimanët. Dhe është koha më e pjellshme, më e bujshme, më e begatshme, më e bereqetshme që ka qenë ndonjëherë prej së krijuar kjo tokë. Ku që toka heratet e veta, të mirat e veta, bereqetet e veta. Pra Mehdi është parapres i shenjave tjera të matë kiamet dhe kemi folë për ta pak ma gjanë. Pas Mehdiut, apo në kohët Mehdiut, vjen Dejjal i mallkum. Pra pas Mehdiut, e fjala pas bisedës për Mehdiut. Dejjal i ndëgju të gjithë për te. Pak ka musliman që nuk dëgjojnë për Dejjalin, sepse musliman gjithmonë kanë folë shumë për te. Dietarët, ulemaja gjithmonë kanë të hekë vrejtjen shumë umetit, popullit, miletit për Dejjalin. Sepse Allahu azza wa jall u ka tregu pejgamberëve të vetë se është fitne e madhe, sprove e madhe. Kështu që të gjithë pejgamberët kanë të hekë vrejtjen popujve të tyre. Edhe pejgamberi jon alayhi salatu wassalam ka të rrik vrejtjen popullit të vet, ummetit të vet. Pra neve, bile më së shumti sa të gjithë të tjerë. Për atë arsye mileti jon e din Dejjalin, anë pse nuk e njeh, nuk ka njohuri për të, por kanë dëgjuar për Dejjalin. Dejjalli është njeri. Dhe fjala Dejjal do të thonë ne në fjalorin të në thejna, thumi, apo themi haram, dalavergji, rëndë, ta në këty preshtatën atina, ta pështjel të vërtetën me të pa vërtetën, ta përzin, ta bënd të pa vërtetën të vërtetë, dhe të vërtetën të pa vërtetë, dhe ta mush menën ty. Për atë arsye dhe sët, Arabët atje, musliman që kanë këtë fjallë të gjuhës së vetë, kur del do një njeri i poshtër shumë, do një njeri që i rënë muslimant, dhe një njeri që i mashtron muslimant, o thëtë o adi juët më sheften, o adi juët kë keni të metë, atë kë keni shërimin, kë keni tardhmen, kë keni ata të tanë quen të Arab Dejjalla, edhe një mejem Dejjalla. Ata të tanë të Arab të quen Dejjalla, edhe një mejem Dejjalla, edhe të na kasit Dejjalla, edhe gjithë kënë botë kasit Dejjalla. Një Dejjall, që i rran miletin, i mashtron miletin, ajo Dejjall.
Dejjal është edhe ai i cili pretendon se është pejgamber. Edhe ai është Dejjal, se po i rren. Po më duhet më sill diçka që është e vërtet për me mbuluar të vërtetën. Për ta pejgamberi ka thënë alayhi salatu wassalam, nuk do të bëhet kiameti derisa mas të meje mos të vinë 30 veta të cilët Dejjalla të pretendojnë se unë jam pejgamber. Dhe mundohen me mashtru miletin. A na e dim se s'ka pejgamber mas pejgamberit ton alayhi salatu wassalam. Pra Dejjalli njeri i poshtër. Dhe krejt njerëzit e poshtër dhe të këqij dhe mashtrues dhe dallavërgji që i mashtrojnë miletin dhe i shtrydhin miletin e rën janë Dejjalla. Por në këtë Dejjallin që kemi ne fjalën për te. Këtë Dejjall është pejbive të Ademit, pra është njeri. Ka shumë veçori dhe sifate, me të cilat është përshkruar në mënyrë që ta njohim ne atë. Dhe më ruaj prej sherrit tina. Dhe kur të del me njoft muslimant atë simbas apo prej sifateve veçorive të tina. Është njeri i madh dhe i gjatë. Dhe i gjam. Flot kaqorrel, dzeza. Njanin sy nuk e ka heq. Synin e djathtë, heq se ka. E ka rrafsh. Synin e majt nuk sheh mirë me të. Po edhe në sy të majt, përballë synit të kanali i lotit, të nëhun, të kanali i lotit e ka një puqër paksit gjatë. Në ballë i shkrum, i ka 3 shkronja, kë edhe fë edhe rë, që dhe me thonë kafir. Ose fjale e plot kafir, që dhe me thonë qafir. Krejt musliman, ka në hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, e njohin apo din me lexue ata që din të lexojnë dhe që nuk din të lexojnë. Si ta shohin e din me lexuar në ballë, se çka do të thonë kë fë ose kafirun qafir. Dhe për tana këto sifate, këto veçori ka marrë hadithe të shumta të pejgamberit alayhi salatu wassalam, por shumë gjatë për me i cek, se me 10 hadithe kanë ardhur për ta përshkruar këtë fitnegji të madh. Fitnegji, fitne madhe, sprove madhe. Pra ka sifate veçori të cilat është përshkruar në mënyrë që musliman ta njohin. Para se me fol për te, ma gjanë, se kur del dhe si vepran, ja vlen me cek se a thu Dejjalli është gjallë, dhe a thu Dejjalli ka qenë gjallë në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, apo lind dhe rritet sikur se Mehdiu dhe të tjerë njerëz. Lidhe me këtë është një hadith i vërtet, pak i gjatë, i pejgamberit alayhi salatu wassalam, ne e themi me emrin e Allahut azza wa jall deri në fund, sa shumë rëndësi. Thot një Fatimatu bintu Qais, emrin Fatime ka pas, bia Qaisit. Njëherë ndëgjova një zar të dërguari të pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili dulna për rrugë të Medines edhe për thët namazi me xhamat, namazi me xhamat, namazi me xhamat. Nuk përbën kamet. Për kohët namazit ka qenë azane dhe kameti dhe kanë dëgju muslimat. Po kur ka desh pejgamberi me i të bue sahabt, shokët e vetë për ndonjë rast emergjent, e ka qitë dika me për rrugë dhe kanë thirë këtë metodë, këtë mënyrë, as-salatu gjamia, namazi me xhamat, namazi me xhamat, namazi me xhamat, apo të bënë jo musliman, Dhe njerëzit qysh kanë qenë, kanë lanë punë, kanë ardhur në xhami se po i thirr pejgamberi, s'ka vend më vanu aty. Nuk ka vend, sepse ka mundësi, po të tërek vrete se armiko është e dera, po ka mundësi dhe të më shku me sulmu dikenda, po vjen dikush, a ka ndonjë, sigurisht ka ndonjë rëndësi shumë të madhe që pejgamberi po i thirr urgjent shokët e vet dhe sahabët. Dhe kjo ka qenë traditë shumë herë pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ka qenë traditë e tina.
Dhe kjo gruaja thotë ndëgjova atë dërguar në pejgamberit ku po thot namazin me xhamat edhe shkova. Kur shkova, thotë janë u banëm bashkë në saf. Gratë veçmas, burrat veçmas, gratë mbrapa burrave që është traditë tek në Islam. Edhe thotë në qellova në safin e fund, safin e parë, mas burrave me një herë. Na fali pejgamberi namazin. Edhe po thot, o ju njerëz, ulnu na përbanet e juve të kujnë, mos lëvizni asnjë. A për dinim pse ju kam thirrur? Këta i thojnë Allahu dhe pejgamberi e tij na din pse na kanë thirrur, nuk e din. Thot, nuk ju kam thirr për ndonjë rrezik të madh mi friksu, që ka pas mundësi me qenë traditë, që thash, ka pas mundësi me thirr. As nuk kam thirr për më dhënë ku më di çfarë do mysh, do më përgëzu. Por o kam thirr më tregue një tregim, një ngjarje, të cilën ngjarje ma ka treguar Temim ed-Dari, Amen, një sahabit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thot këtë Temim ed-Dariu, Temim Amen, njeriu, ka qenë njeri i krishter. Dhe është ardhur në Medinë dhe ja kom paraqit Islamin, e ka pranuar fenë islame. Dhe pas se ka pranuar fenë islame, ma ka treguar një ngjarje që i ka ndodhur një herë në lidhje me Dejjallin e mallkuar dhe i përshtatet tamam asaj që kam treguar në juve për atë arsye, po dua t'ja tregoj. Ndëgjani. Edhe pejgamberi tash thotë. Ky Temim ed-Dariu, pra ky ish krishteri, tash muslimani, një herë përderisa ka qenë krishter më herët, para se po musliman, më herët. Një herë thot hypa në anije me 30 veta, anije të madhe. Dhe na mur era përpara. Më thonë anija me vela, era e fortë që në ku të dënë. Një muaj dit nuk ditëm ku po shkoj, a ku po nalëm. Për një muaj dit njëri humb adrese, nuk din ku shkon më. Mas një muaj dite, dikun ka akshami, e pam se o nalë të një i shumë. Anija. Ne dhe të kishëm një bark të vogël me vete, se anija madhe nuk afrohet e në stëm, e hepëm asaj barket vogle, edhe dëllëm me në stëm të asaj të detit. Të ati i shulli, apo ujdhese. Kur dëllëm stëm të asaj ujdhese, na dull për para një hajvan, një shtas. Qatë shumë lesh kishte, sa që nuk e dinte ku e ka kryt, ku e ka bishtin, ku i ka kam, ku e ka kryt. Nuk kajt lesh. Edhe të themi ne kushjeti. Po thët, unë jam el-Gjessame, kështu për qumë vetë vetëm. Këta se kanë dëgju këta temen, dhe për thënë, qëka është el-Gjessame? Thët, më spëtni kush jam unë. Por, shpejtani dhe shkani në atë shpejl, në atë vend, adhurim, në shpejl aty, është një njeri i cili është i përmaluar për një taku juve. Kë për thëtë, kur në thanë edhe ashtu, na tëtëm se kjo është shejtan, edhe ikum me njëherë shpejtum edhe shkum drejt kuna drejta i neve. Kur shkum më fëtëm rana aty, e pam një njeri, që s'kemi pa njeri ma të madhë njëtën tonë. I më. Dhe këna pa njeri më të lidhur ma shumë me zingjirë, se sa që është a i njeri me zingjirë. 2 duart i kishte ngrosht edhe në fytin e vetë edhe të lidhura. Kam prej gujve dhe të poshtë të lidhura me zingjirë. Edhe pëthoj mine atina, kush je ti? Ai po na thot kush jeni ju dhe ka erdhë këtu. Ne pëthom jemi Arab. Ne jemi Arab dhe kemi hypur në anije dhe ka lujt me neve era, na ka quka ka desh një muaj i dit, kur nuk dim ku kemi shku dhe na prun era në këtë ujdhes këto dhe zbritëm këto dhe takum një hajvan, nuk o dike kë ka kryt, kë ka bishtin për i leshit, dhe i tham kush jeti, na tha jam në Gjessame, tham qka është ajel Gjessame, tha lene kush jamon, po shkani në atë vend atë, fut në drejt atje, se është një njeri cilë është përmaluar më pa, dhe na tutëm që është shëjtën dhe ikum dhe erdhëm të ti, dhe të qështohëm ty. Tha të mirë,
Masi erdhte unë, atëherë pra unë po ju pyeti juve disa pyetje dhe jo më tregoni mua. Më tregoni mua thot për Nakhlin Bisan. Për hurme një vendit të quajtur Bisan është një qytet në Jordan atje. Po bërë hurme ende nga qytet? I thojnë po bën hurme dhe mirë bile po bën hurme. Mirë, thët gati e ka që më hargju dhe më të me hurme më thaj vend, ajo vnesh. Pastaj thët pa më tregoni mua për një liqen Taberije, Buhajrët Taberije. Thët qka po të interesën për ta? Thët po më interesën, a ka uja i liqe ende? I thojnë po, ka uj. Për ati uje po punoj njerëzit, për vanditin bereqetin, thët po, thët gati ka dhe aj mushterë. Pa më tregoni thët mua për ajnë në zëgar një pus një krua, është afer Bejtul Maqdis Mesdul Aqsas. A ka i kru, burim, ende uj? Thët po, aj ende ka uj. Pa më tregoni mua thët për të Arab, masisi për Arab, mos ka dal një pejgamber të ta? Këtë s'kanë që musliman, mështë harrojë. Thojnë po, ka dal një njëri dhe do pretendon se është pejgamber. Si është prit në shoqëria e pejgamber, e kanë luftuar, e kanë përkrah, dhe kanë luftuar popullit vetë. Popullit kanë luftuar ata dhe nuk e kanë pëlqyje, nuk kanë pajtu me te, por të tjerë Arab e kanë përkrah. Kanë përkrah në Medinë dhe kabilet e tjera, me kas nuk e përkraha. Thot, me pas ndëgju edhe ata të vetë, ka qenë ma mirë për ta. Sikur se ta këshin ndëgju dhe ta këshin respektu, do të kështë qenë më mirë, por jetë që nuk e pas kanë bua ate. Thot, pasi më të regut pra për këtu gjëra, këtu sende që a i pyta, atër po ju të regoj one juve për vetën time. One jam, thot, Dejjali. Gati ka arë koha me dalën. Dhe kur dalë, nuk la fshat e asë qytet për shkeli me kamën ti me mrena 14 dite. Për pos Mekës dhe Medinës. Sa herët afrohna me hyën Mekë dhe në Medinë, i takoj me lachet me shpat ndorë, të cilat më kërsnohen mua se nëse hyë, unë prejnë dhe mysin. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam më shan me dorë hutbes, thot që kjo është Medinja, që kjo është Medinja, që kjo është Medinja, ajo kam thanë juve unë qështu për Dejjalin, ka thanë po ja Rasulullah, ka thanë për atë arsye, deshta me vërtetue atë që kam thanë unë juve. Pra për dënë alayhi salatu wassalam, hadithi përfundoj, për dënë e përmjet këti hadithi, mja vërtetu edhe më shumë sahabëve, gjithësisht me i bindat edhe më shumë, se Dejjalli nuk ka shmangje pejti që do të dënë këtë dynja. Nuk ka shmangje pejtina. Dhe sekret që ka thonë pejgamberi është hak, dhe janë njëri cilë ka pa me sy. Janë njëri cilë ka pa me sy, pra të limi e të dari. Këtë Dejjall, që shkanë hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, do të delë në Khorasan. Këtu janë disa krahina, ato në pjesën e Iranit dhe pjesën e bashkimit, ish bashkimit Sovjetik Republikave Islamet që kanë qenë më herët. Për një vendit të quajtur Asbahan, për një lagje të ati vendit që ka shumë jahudi që banojnë në del. Dhe hesna për tokë. Dhe hes shpejt na për tokë. Në shpejtësi të madhe, sa që për 40 ditë ai dohet me shkel tokën krejt. Mos me lanë fshat as qytet pa depërtuar te. Por për këtu 40 ditë mund të dikush që shbohet për 40 ditë sa 10.000 fshatra dhe qytete dhe 100.000 janë në botë, ne themi që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam se 40 ditë e Dejjallit nuk janë sikur se tonët krejt. Dita e parë e 40 ditëve tina është sa një vit, dita e dytë është sa një muaj e jonja, dita e tretë sa një javë, ndërsa ditët e tjera janë sa ditët e tona që i numrojnë ne.
Pra ka më shumë se 40 ditë, pa aty në 40 ditë që përëndon dielli as gati dita. Dhe hec në tanë në anë të tokës me një shpejtësi shumë të madhe, përpas ta Mekës dhe Medines nuk mundet me hyen te. Dhe është interesant se këtë Dejjal e pasojnë njerëzit shumë, nojnë për mas shumë. Vetëm për jahudive të ati vendi ku del, ka në hadith pejgamberit alayhi salam, 70.000 veta për jahudive pasojnë dhe shkojnë mastina dhe buen në ushtarë të tina. Dhe jo vetëm kaq, por atë e pasojnë shumë, edhe prej njerëzve të dopt me iman, veçanti gjinia femërore gratë. Për atë arsye edhe njerëzit pa shkollë, katonarë për fjalët, njerëz që s'kanë njohuri fetare për fjalët, gjithherë. Këto është prej beduin katonarë të shkërtine që s'kanë njohuri fetare. Ka në hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam se kur del Dejjalli, njeriu pejtutes që po e pasan, po i shkon për mas Dejjallit, familja vet e lidh nanën, e grun, e qiken i lidh me zinxhir, se s'ka pushqinal për me bot tur me shku mas tina. Qaq fër që bojnë tur dhe sprovohen dhe bin fitne mas ati të mallkuar. E pse bin fitne mas tina? Sepse Dejjalli qysh tham, është fitnja më e madhe që ndonjëherë Allahu i madhruar e ka qitë në tokë, Zotit në tokën e vetë. Nuk ka ndodhë prej se ka kriju Zotit këtë dynja dhe deri në kiamet, fitne më të madhe që qëtë Zotit këtë dynja. Qysh është fitnja tina? Fitnja tina është me mrekullit e mëdha të cilat ja jep Allahu atij të mallkuarin në dorën e vetë. Ai me vete ka gjenetin dhe xhehenamin, ai me vete ka borën dhe shijun dhe bereqetin dhe jetën dhe vdekjen, ai me vete ka tënë në qka të dëmë. Ai me vete ka tënët, mirë po gjeneti ti o xhehenam, xhehenami ti o xhenet dhe kështu më radhë. Dhe shkon i bën njerëzve fitne me këtu. Dhe njerëzit bojnë turkë, nuk ka nevojë me hi çdo shtëpi. Pra ata s'ka thonë hen çdo shtëpi, po ka thonë shkon çdo fshat dhe qytet. Se që kanë dikon qytet, krejt mileti nga e me kësiu qaka. Nuk ka nevojë për shtëpia me thirr, dalin vetë ata. Si të ndëgjoj, për ata tham njeri lidh grune vetë që kanë marrë mos delni për izat Zotit, s'moninal. S'moninal se lakmojnë. Thonë dalin njeri që s'ka kërkon këtu dynjat, po ta bën shije, po ta bën bore, po ta bën verë, po ta bën dimën, po ta bën hajre, po ta bën sherrë, kështu me radhë. Dhe u thot miletit, çka besoni që ne nuk jam zot, ata mund të dyshojnë dikush. Dyshani, po mirë, po nëse atë qes me pa gjenetin për para, dhe ta qes me pa xhehenamin për para, dhe nëse urdhëroj tokën dhe bin, çka po tani me tokën? Çfarë çete për me hamër ti? Apo të mbostan, apo do pjevna, apo do kam, apo do rrosh, apo vesh fal çka po do. Urdhno tokën e del me një herë, apo do shiu me shushi qielli, apo do me nxedjellë. Thot po çto sifata janë të Zotit po, unë jam Zoti. Unë jam Zot. Edhe i besojnë njerëzit. Njerëzit besojnë që është Zot. Ai që tohen do për njerëzve. Ai këtohen do për njerëz me besu se janë Zot. Dhe kështu më radhë. Dhe ata njerëz cilët e pasojnë, u ja bereqet, ata që nuk e pasojnë, thë qëta shënë që të bëja ti nani. Ja pakon pasurinë, ja pakon fëmijët, ja pakon bereqetin e shtas të hajvanti pakohen, që së besoj mua, kom ja paku, kom ja marë. Njeri u lakmon mas pasurisë, mas mirave, dhe e shetë shkreti dinin dhe lakmon mas dynjas. Sa që u thot njerëzve, qka mërmendja jo ju njerëz? Apo e thot një person, qka ta mërmendja tyje? Nëse ta ngjallën e babën dhe nanën tande, a dëshmën se unë jem Zoti yt? Thot po, la ilaha illallah. Ta ngjallën nanën e babën, po do me pa, unë të ngjallë të dytë. Dhe thot pejgamberi alayhi salam, paraqiten dy shejtana në furt nanës dhe në furt babës. Ka zër për shejtanin, më bëj se nana jote baba jote, çfarë pengese ka të shejtani? S'ka vështirësi. Dhe të dy ata shejtana në furt nanës, furt babës, ono biri jon, ndëgjoj atë, ndëgjoj se ajo është hak, ajo Zoti yt, dhe ky shkreti mashtrohet se janë ngjalli babën nanën si mbastina dhe pasën dëgjallën e mallkum. Dëgjalli me myt njerëzit nuk mundet, mundi bën fitnë edhe sprov, me myt nuk mundet, veç një njeri e myt, një e myt veç. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prej Medinës, dalin shumë njerëz për Medinës,
kur dëgjojnë që ka ardhur shejtani mallkum, dhe s'pëmëret me hin Medinën e shajt pejgamberit alayhi salatu wassalam, 70.000 veta dalin prej Medinës munafika. Me botur me po çka ka thënë Zoti. Ata që musliman rrinë në Medinë edhe rrinë në Mekë. Ata që munafika dhe qafira që kanë shef qofën e vet dhe në përzime musliman tash i çet Medina për jashtë. 70.000 vet dalin. Prej tyre del dhe një djalë besimtar musliman i mirë. Thuhet se është njëri më i mirë, thuhet se është prej më të mirëve, se të qoftë është i mirë ai. Edhe ai thot unë dëshmoj se ti je dëgjall dhe ti je ai që pejgamberi ju na ka të hek vrejtë prej teje. Kjo është qyrëseri. Thot o ju njerëz, nëse në marrë dhe myti këtë djalë dhe në gjallë prap, a dëshën mu? Thojnë jo, dhe i bje në shpatë, pap, e qanë dy pa. E thët, qëhu, në gjallë dhe në gjallë taj. Në gjallë, kur në gjallë taj thët, wallahi, je që për besej që je zëtë, po edhe ma shumë ka shtu e imani që je dhe gjallë. Dhe thët pejgamberi, mundohet me mytë herën e dytë nuk mundet mu. Së mund të ta mytë, është i vetë me njeri që mytë, tjerë së mytë mu. Pra fitnet madhe kanë bënë kë i mallkuar, Allahu na ruaj prej tij dhe fitnes së tij. S'ka dyshim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar neve se si të ruhen prej tij, sepse s'ka më si Zoti me çupit fitnet madhe e mos me udhëzue miletin, umetin të dashurit e vet Allah azza wa jall, musliman pra mos me udhëzue në masat preventive, të cilat të ndihmojnë me emrin Allah azza wa jall më ruaj prej fitnes së këtij mallkuarit, të këtij shejtanit, të këtij djallit, të poshtër dhe të ligë. Sepse tham çdo pejgamber ka të hek vrejtjen e umetit të vet, pejgamberi on alayhi salatu wassalam më së shumë të rrek vrejtje, sepse është pejgamberi i fundit, na jena umeti i fundit dhe s'ka çare pa dal për në umetin ton që ai dëgjall, pra ne jemi ata që më së shumti dohet me pas kujdes dhe me kërkuar mburoj prej Allahut prej dëgjallit të mallkuar. Prej pikave apo masave preventive të cilat duhet të ketë parasysh çdo musliman për muruaj për këtij shejtanit të mallkuar, këtij dëgjall është me përqafue islamin fort. Më ka për dinit Allahut azza wa jall. Me njoftë Zotin hak, krijues dhe sundues me emrat e vet dhe sifatet atributet e veta që ka Allahu azza wa jall. Dhe ne dim për imanit ton që kem në Allahun se Allahu azza wa jall nuk është me nisy, po nuk ka me nisy. Dëgjall është me nisy. Pra ta pejgamberi ka thënë sallallahu alaihi wasallam, dini se dëgjall është me nisy, Zoti ju nuk ka me nisy. Pastaj ne e dim në besimin ton që kem në Allahun se nuk ka mundësi Zotin me pa kërkush në këtë dunja. S'ka mundësi me pa. Pra me iman dhe për qafim të islamit të kuptojmë se kush do në këtë dunja, pra dhe dëgjallë dhe edhe ndonjë dëgjallë, ma e masaj dëgjallë nuk i besojmë që Zot, sepse Zoti në këtë dunja nuk ka mundësi me pa kush deri në kiamet të dalë para Zotit në botën tjetër. E çdo kush që del dhe thot është ranacak dhe është gënjeshtar. Pastaj me kërkuar prej Allahut me na ruaj prej shejtanit të mallkuar, me godua lutje. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë lutje dua me na ruaj Allah prej shejtanit i ka përdorur edhe në namaz. I ka përdorur edhe në namaz mas tehiatit. Ka thonë, kur ta këndon dikush tehiatin, le të kërkon prej Allahut me ruaj. Me thonë, Allahumme inni a'udhu bike min adhabil qabri wa adhabil nari wa min fitnetil mahja wal mamat wa min fitnetil mesihid dajjal. Edhe vetë ka bo këtë dua, edhe levla ka përësit me bo këtë dua. Në namaz dhe namaz bojnë punë të mëdha. Dhe kjo namaz jatë me të regu se puna është shumë serioze. Edhe vetë është lut namaz, edhe na kam suneve më lut namaz me na rujt Allah për i tina. Ajo është lut shumë gjana namaz, po për i gjërave që është lut alayhi salatu wassalam, pra në këtë hadith, këtë temë për dëgjallën, o Zot, kërkej prej teje më mruj prej dënimit të varrit, dhe kjo është dëshmi dhe argument se në varr ka dënim. Po thotë rumë Zot prej dënimit të varrit. Dhe rumë Zot prej dënimit të xhehenamit, të zjarrit të xhehenamit.
Dhërumë Zot prej fitneve, provave të dynjas edhe të vdekjes. Të dynjas janë të shumta prej tyre dhe dëgjalli, e të vdekjes thuhet ka për qëllim ulemaja Allahu alem, ose momentin e vdekjes qysh me dek mos me të mashtru të shejtanin, momentin e vdekjes ose natën e vorrit kur llogariten me laçet, kur llogarisin me të forcu Allahu te bareke ve taala. Dhe fundit wa min fitnatil masih ad-dajjal, dhe më ruaj ti mua o Zot prej fitnes provës së dajjal. Shef namaz. Për atë arsye sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam u kanë mësue fëmijëve të vetë. U kanë mësue fëmijëve këtë dua dhe ka pas prej sahabëve dhe prej tabeinëve, gjeneratave të mëdhenshme, të cilët nëse fëmija e tyre se ka nuk dua ka dhënë përsëri të namazin edhe një herë, e ka shtirë fëmijë përsëri namazin. Mos bën për mësue fëmijëve këtë dua dhe këtë tutje. Nuk bën vëllazë. Pra fëmijën e vet e ka qenë tavus. Shka qenë sahabe, tabin i ka urdhëru fëmijën e vet se këtë nuk i do namaz edhe në herë përsëri dhe me të një në ka përsëri këtë dua. Se nëse këtë dinë të pobirë çfarë fitnë e madhe çfarë shërë është ajo. Pra të mësu muslimanëve. Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal. Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal. Dhe çdo musliman do të mësoj. Dhe ka për lexuar dhe sa ta mësosh. Ti që ke mësu Fatiha, dhe thuj namaz. Thuj namaz. Thuj në tehjat kurje, kur okohet doas të Rabbena atina fi dunya hasana. Mas tehjatit, mas helavatit, e vindoat, aty thuj. Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal. O Zot, kërkoj prej te më mbroj për fitnes e dëgjall. Nëse nuk mundesh me mësue, që është hadithi tekstualisht, atëherë thuje në gjuhën tanë shqipe, po në sunet na file jo në farz. A nëse ditë në original thuje dhe farz. Ska dërë. O Zot, kërkoj prej te më mbroj prej fitnes e dëgjall. Për gjërave të cilat pejgamberi alayhi salatu wassalam, një minuta për të krymë që na ka mësuar për mas preventiv me na ruaj prej dëgjallit, është me kënduar suratul Kahf. Apo me mësue 10 ajetet e para të surës al-Kahf, apo ka transmetim 10 ajetet e mrama të suratul Kahf. Është sura e madhe dhe ka specifikave të saj, është shëndet me këtu ditën e xhumas, që pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë ai se këndon suratul Kahf ditën e xhumas, do të ndriçohet të bëhet atina numri prej kësaj xhumaje në xhuman tjetër. është mirë që ti me lexu Kur'an, mos me lan çdo gjë pa lexuar suratul Kahf. Bismillah, sabah, sitta fa sabah ta bën dhikrin ta kryen me lexu suratul Kahf. Bën ma bën skader, por suratul Kahf. Për specifikave të suratul Kahf, se kaptinë të bekuar të Allahu pra, edhe me këndu këta jetë, kom në Superman, shëtë e para 10 mramar, edhe të para 10 mramar, për me trujtë Allahu prej fitnes dëgjallit. Dhe gjithashtu është mas premtim me ikë prej tina, mos bëtër me shku të ajkut nishë që ka dalë. Mos i besë vetë vetës, se imani nuk e kiti ndorë, më nëshë më mashtruhe, mos bëtër me shku. Mos bëtë, por ikë, mos dilë tajnë më shmenej. Dhe të fundi, këti edhe kësaj krijese e Zotit i vjen fundi sikur se të na krijesave të Allahut te bareke u teala. Fundi këtij na është dorë të Isa alayhi salam. Që kanë hadithe të shumta. Khamsa dajjal alkum bel dhe rri dhe për to për me zezendinës dhe të shkute pasu njerëzit. Dhe sa dërmuse njerëzit të dynjës për pasi numri të muslimanëve. Të cilët po shkojnë tash me Diu se me Diu tash është gjallë. Po shkojnë me Diu aty robët sinqert Allahu azza wa jall. Dhe përderisa ata janë në Damask, në Sham, Zot Isa alayhi salam priçilë për një kohë për prisa që të flasim me Allahu azza wa jall të qenë rinjalla për Isa alayhi salam. Zot Isa imam këtë ummet për para pas ta namazën e sabahut dhe nisi drejt me shkushtin e mjek dëgjallit. Dëgjallin këtë kohë është duke shkuar në Beitul Maqdis në Palestinë. Dhe ta kanë Isa alayhi salam me ushtrinë e muslimanëve, dëgjallin me ushtrinë e vet në një vend babu lëbë para se me në Beitul Maqdis.
Si ta shëf dëgjalli i Islamit e njën më njëherë dhe shkrihet ka pejgamberi se krypa që shkrihet nuk. Por para se më shkrihet se thotë wallahi, nuk kemi vdek pa dhënë një shtizë, një trahme. Edhe në shën shtiz, edhe dëgjalli shparderdhet ushtria e tina marr i ndjekin ata musliman dhe këtu vjen koha atëherë ku musliman triumfojnë ndaj krejt çufare, dhe shkafan pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk ka buri as nuk ka lisë, nuk let në të kohë dhe nuk thot o musliman eja